Çobanët u vendosën në qendër të vëmendjes në Hot, aty ku mes maleve dhe kullave të gurta u rikthye diskutimi për një zanat të lashtë që sot rrezikon të shuhet. Në kullën e Çonmulës së bajraktarit të Hotit u zhvillua takimi me temë dialog me komunitetin baritor për ekosisteme të qëndrueshme kullosore, me moton Barinjt janë kujdestar të biodiversitetit. Aktiviteti u zhvillua nga organizata prodhuesve të rretheve malore në bashkëpunim me vlerat baritore dhe partnerë të tjerë me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të ministrive të mjedisit dhe bujqësisë. Kjo kull krahas emrit historik që ka pas, ka një trashëgimi mjaft pasur në Bregëtorinj, edhe në lëvizjen e baktive të Tashumancës, në baktive nga Kelmeni dhe Kastrati dhe edhe malet e tjera, ka qenë gjithmonë mikpritsen në vjeshtën e hershme, në pranverën e vonë. Të iniciojmë një dialog me blegtorët të cilët kanë përgjegjësinë dhe kanë një rol të shumë të rëkyq në mbrojtjen e vlera baritore, në mbrojtjen e ekosistemeve kullosore. Vetë Barinjt ngritën shqetësimin se ky zanat është drejt zhdukjes, ndërsa kërkuan politika konkrete mbështetëse, subvencione dhe investime që do ta bënin të mundur vazhdimsinë e tij nga brezat e rinj. Këtu çdo malësore, çdo edhe sa fillon me ecë merret me bjeshkë dhe me çobani, se s'ka zgjidhje tjetër, edhe janë punë e përditshme të shtëpisë. Masane ka pas periudha shkputje, unë e kam dashur këtë profesion. Viti 2026 është shpallur nga UKB si viti i shtektimit baritor dhe pritet që edhe në veri të vendit të organizohen aktivitete që synojnë promovimin dhe mbrojtjen e kësaj trashëgëmie.